Mirëmbrëma, sonte në emisionin Pa Kompromis në Bulevard Televizion, unë kam nderin të kem liderin e koalicionit të Demokratët Alternatik, zotin Basha. Zoti Basha nuk ka nevojë për shumë prezantim, një emër i njohur, i mandatuar disa herë ministër në qeverisin e Partisë Demokratike, ndërkohë që edhe lideri i saj prej shumë vitesh, tashmë në ndërtimin e një koalicioni në zgjedhjet e 11 majit. Kënaqësi që do jeni sonte me mua, por që ishte në Durrës në një takim që nuk di si ka shkuar se po ka shkuar jashtëzakonisht mirë sapo vi nga takimi, nga takimet me qytetarët, madje pak para se të nisnim emisionin. U takuam me shumë banorë të Durrësit, por dhe të tjerë në Durrës, në pedonale, në rrugët kryesore të qytetit. Dhe ajo që më bën përshtypje është që në Durrës, sikur në Tiranë dhe kudo në Shqipëri, ka një dashamirësi dhe ka po kështu një pritshmëri ndaj koalicionit Euroatlantik, ndaj kandidatëve tanë. Kështu që e kam përfunduar me zemër të thyer ecjen, por të kisha dhënë fjalën që do të isha këtu me ty, dhe kjo është një kënaqësi dhe një ndër i veçantë për mua. Unë falenderoj edhe një herë për minutazhin dhe për kohën që ne kemi në dispozicion. Unë e kuptoj ngarkesën që ka fushata tashmë, sepse jeni në densitetin më të madh dhe aq më shumë që Durrësi është një qytet i cili ka intensitet e vet, por ka specifikën e vet që ju do të zhvilloni takime. Megjithatë, por duke qenë se jemi në televizion të ri, në një format të ri emisionit që është Pa Kompromis, edhe unë kam për kënaqësi që ta kem emisionin Pa Kompromis, pavarësisht se ne jemi miq të vjetër bashkë. Unë do doja ta nisja për të bërë një retrospektiv të vogël të atyre gjërave që kanë ndodhur dhe për të hyrë pastaj tek gjërat që do t'i prekim gjatë minutazhit tonë që kanë të bëjnë me programin tuaj, kanë të bëjnë me qeverisjen, kanë të bëjnë edhe me pozicionet që ju keni mbajtur gjatë kësaj kohe. Zoti Basha, mos u zgjatur, duke respektuar tash gjithmonë edhe minutazhin tuaj dhe duke respektuar edhe kohën që ju keni të kursyer. Partia Demokratike u fut në një krizë të çuditshme, një krizë të thellë, por që fatikisht kjo krizë nuk e la zotin Basha pa akuza, që kishte të bënte konkretisht me 3 momente kryesore, që ishte mosmarrja në reformën territoriale, dorëzimi i mandate, por mos pjesëmarrja në zgjedhje. A ishin këto problemat fatikisht që Partia Demokratike ishte brenda vetes dhe kush ishte përgjegjësia juaj për këto dhe a ishit ju personi që fatikisht vendosët për këto apo ishte një ndikim nga të tjerët? Shiko, është e qartë që me atë që nisi 3 vite gjysmë më përpara në Partinë Demokratike, u bë gjithçka për të rishkruar historinë në favor të një personi, zotit Berisha. Por nga ana tjetër, faktet janë jo thjesht kokfort, por janë me zë dhe me figurë dhe vetë zoti Berisha ka pranuar që nga djegja mandateve e deri te aktet e tjera kanë qenë të iniciuara prej tij. Megjithatë, kjo nuk zhbën përgjegjësinë time si kryetari i Partisë Demokratike. Po ju keni pranuar faktikisht. Fakti është që u krijuar në atë kohë një ortek psikologjik që pothuajse arritin kufit e akuzave për tradhti ndaj meje sepse nuk po digjeshin mandatet. Pastaj e pam qartë që u futën në faktor korruptiv në lojë për të ndalur objektivin me cilin nisi djegja mandateve, që ishte një qeveri teknike dhe zgjedhje parakoshme, dhe pam që disa prej këtyre aktorëve sot janë bashkë me zotin Berisha në një aleancë e cila nuk jep asnjë llogari për këta njerëz dhe të kaluarën e tyre, sikur nuk jep llogari për faktin që në listat e zotit Berisha, tek numri 1, për shembull në qarkun e Durrësit, kësa radhe kandidohen deputet Fatos Nanos, si Plum Shullazi, apo të tjerë figura të cilat demokratët i kanë stigmatizuar me të drejtë si përfaqësues të aleancës Edi Ramës me krimin organizuar, siç është Elvis Roshi. Apo ju pretendohet në mënyrë absurde se për të luftuar korrupsionin duhet nxjerr Ilir Meta nga burgu. Pra këto janë të gjitha rënime që i bën besueshmërisë, qoftë akuzave ndaj meje, qoftë kauzës opozitare. Në fundit koha është ilaçi më i mirë dhe koha ka provuar se betejë e nisur për të pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krah Partisë Demokratike dhe Partinë Demokratike në krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas ka shqenë betejë e drejtë. Vetëm se unë u stigmatizova, u sulmova, u hodh balë mbi mua, ndërkohë që këtë betejë nuk e bëra për vete, por për demokratët. Dhe tani kemi zotin Berisha, i cili po bën të njëjtën betejë, por me shumë më të majme, 6 milion euro. Po do të kalojmë. Pra tregon edhe një herë që gjithë fortuna do t'i marrim me radhë. Po, gjithë fortuna u nis për arsye të rreme, të cilat sot kanë dalë pa.
Ajo që unë desha të them është sepse ka një akuzë që pa të leadershipi aktual i Partisë Demokratike po përdoret rëndom dhe po thuhet që kanë qenë vendime personale të zotit Basha. Në fakt ka dhe një kundrakuzë dhe unë do ta përmend sepse ajo ka thënë Lira Drejt, zoti Ngjela ka thënë që ka një njeri që ka bërë një burrni në Shqipëri, është zoti Basha, i cili ka punon grada, por nuk do i ndërë gjëra personale. Ideja është këtu, në të tri këto gjëra që unë thash, që kanë ndikuar në faktorizimin e Partisë Demokratike si një opozitë ose si thua për ta futur në atë krizë që pra pse kemi parë skena të frikshme, me Naselis të gjuhet një në 97 unë mbaj mend gjëra të tilla, po që i bën një parti kundërshtare, po jo në Partisë Demokratike. Pra zoti Basha, kishit mundësi për të shmangur këto gjëra, pra a patët një konsulencë që du të fushte në reformën territoriale, se çfarë ndodhi? Ka ndodhur një gjë shumë e thjeshtë, dhe unë nga kam marrë praktika ime si gazetar. Shaku ishte i djathtë, ju fut mamin si majtë dhe mbaroi loja, u zot bashkia. Pra, a kishte një konsulencë nga juve që mund të merreshit pjesë në këto komisione për Shiko, nuk duhet të kthejmë çështje që këtë vit mbushin 10 vjet që kanë kaluar. Po të rrim jo, tek kam ke kriza. Po të rrim tek zgjedhjet e 2021-shit. Mobilizimi i strukturave tona në ndërtimin tim solli një rezultat i cili pavarësisht prej deformimeve zgjedhore, prej bandave të krimit organizuar, korrupsionit elektoral, prap është një nga rezultatet më të mira që ka Partia Demokratike. Madje para se të shkojmë aty ka një sondazh që nuk do ka arrihet përsëri ai. Tani do të them diçka tjetër. Faktikisht sot është provuar në mënyrë gjyqësore që Partia Demokratike zgjedhjet 2021 i fitoi. Pavarësisht të gjitha këtyre ngarkesave dhe e tham që përpjekja për të ajo tipike, domethënë është djalë, është imi, është vajzë, është e jotja, pavarësisht se unë jam shumë i lumtur të kem 2 vajza, po kështu ka ngelur shprehje. Pavarësisht gjithçka. Pavarësisht shumë mirë, vjen mirë. Pavarësisht për gjithë këtyre, pavarësisht për rolit të jashtëzakonisht negativ, gjithmonë më shumë në zbardhje tani të zotit Meta në zgjedhjet e 2021, fakti është tani i provuar dhe nga Spaku, në rastin e Jurgis Çyrpes, që për shembull në Durrës vetë mandati i Edi Ramës si deputet është produkt i krimit të organizuar, është produkt i bandave. Megjithatë, ajo që ka rëndësi është si dalim sot para qytetarëve. Dhe ne dalim sot para qytetarëve si të vetmit nga demokratët e sakrificave, jo të privilegjeve, me një platformë e cila synon të çmontojë deri në fund ato që Spaku ka nisur, ku gjysma e kabinetit Ramës është tek 77-313, është një shprehje që mund ta ketë dëgjuar qindra herë në ecjen që bëra në shkollë. Në shkollë dhe mësues të matematikës janë vërë çik në sikletë 77 313. Zoti Basha, për dalur tek një pyetje tjetër. Po të shikosh të gjithë liderët e partive që kandidojnë në këto zgjedhje, pra qoftë koalicione, po qoftë partive të vogla, ajo që ndesh këtë gjithë është që fatkeqësia më e madhe është 12 qeverisë e zotit Rama. Zoti Basha, përse duke pasur një qeverisë të tillë 12 vite me kaq probleme, me këtë korrupsion galopant, qoftë edhe me 77-313 që thoni ju, përse nuk arrit një koalicion më i gjerë? Pra, kush ishte ndikimi juaj, sepse duke qenë lideri i Partisë Demokratike, unë nuk merrem me vula pa vula, të janë probleme gjykate, nuk e këtyre diskutimeve. Ju jeni një lider që kandidatuar Partia Demokratike. Pra, a do ishte më mirë që të ishte ky koalicion më i gjerë dhe pse nuk u arrit ky koalicion më i gjerë? Për një arsye të thjeshtë. Për një arsye që nisi apo u sponsorizua betejë e përçarjes Partisë Demokratike. Sepse u vendosën interesa personale mbi interesat e opozitës, mbi interesat e demokratëve, mbi interesat e shqiptarëve. Për një arsye të thjeshtë, sepse nisi që me deformimin e kodit zgjedhor. Gjykata kushtetuese urdhëroi hapjen e plot listave. Zoti Rama dhe zoti Berisha bashkuan votat për të mbyllur listat. Listat e hapura do të jepnin mundësi të gjithë faktorëve opozitar, nëse do kishin vullnetin politik, të kongregonin në një listë të vetme me kandidatët më të mirë për të përthithur të gjithë votën opozitare. Listat e mbyllura japin mundësinë zotit Berisha të ndërtojë një garnizion besnikësh dhe në këtë mënyrë ti shërbej qëllimit që Edi Rama ka për të mbajtur pushtetin e 4 vjet të tjera. Dhe këtu prioriteti për zotin Berisha ka qenë të bëjë aleancë me Ilir Metën, me Elvis Roshin, me Plum Shullazin, dhe jo me demokratët e sakrificave, një pjesë e madhe për cilëve ndodhen kandidat në koalicionin Euroatlantik numri 4.
Dhe këtu pikërisht është diferenca, sepse ne me të vërtet, kur akuzojmë qeverinë për korrupsion, e tregojmë me vepra se si luftohet korrupsioni, ndërsa për pjesën tjetër thonë që krimi dhe korrupsioni është problem dhe na propozojnë që krimin ta luftojmë me Elvis Roshin e korrupsionin me Ilir Metan. Pa diskutim, njerëzit e kuptojnë këtë. Dursakët po, se kanë një intuit të brendshme, të cilën kur i thonë nuk ju ahithë dot as Enver Hoxha, është legjenda, po besoj se e kanë nga deti, po e kanë është një qytet me një dhunë të tillë që e kupton fare mirë. Ndoshta ka 1000 vjeçar. Ka shumë mundësi. Nga portet kryesore të Mesdhellët. Pra e kanë këtë aftësi për ta kuptuar dhe prandaj nuk ndez, përkundrazi, fiket ditë për ditë përpjekja e zotit Berisha dhe ndjekësve të tij për na e paraqitur këtë si një fushat për ndryshim. Kjo është një fushat për të ruajtur status quo, për të mbajtur Edi Ramën në pushtet dhe për të mbajtur monopolin e opozitës. Nuk ka për të ndodhur. Qytetarët e kanë dorë që me votën e tyre kësaj radhe, o të japin votën për numrin 5, është votë për të liruar shokët e Edi Ramës nga 77-313, për fat keq, vota për numrin 1 kësaj radhe është votë për të nxjerrë Ilir Metën nga burgu, e vetmja votë që ndëshkon korrupsionin, që fuqizon SPAK-un. Jo vetëm që të mbeten shokët e 77-313, po të shtohen radhët e tyre dhe me shoqe, është vota për koalicionin Euroatlantik numrin 4. Dhe kjo nuk është thjesht një çështje ndëshkimi. Kjo është një çështje ekonomie, se parat i dashuturis mund të jenë edhe në xhepat e tu, edhe në xhepat e Gjushit, edhe në xhepat e tu, edhe në xhepat e Terit, edhe në xhepat e tu, edhe në xhepat e Arben Ahmetajt, edhe në xhepat e tu, edhe në xhepat e Lalierit. O do jenë xhepat e tu, o do jenë tek ekonomia, o do jenë te pensionistët, o do jenë xhepat e shokëve të Ramës të 77-313. Propozimi ynë është fare i thjeshtë. Me votën për koalicionin Euroatlantik, këto para nuk shkojnë më në xhepat e shokëve të Edi Ramës, qofshin këta në burg apo oligark, apo të tjerë që abuzojnë me fondet publike, por kthehen tek ekonomia, kthehen te plagët sociale të Shqipërisë, nga pensionet, tek rinia, nga mjekësia, shëndeti publik, tek arsimi e kështu me radhë. Zoti Basha, jam shumë dakord me tjetër që ju thoni, por ajo për të dalë pikërisht ke thelbi e asaj që ju sapo sqaruat. Shiko, ka një kod zgjedhor, unë po marr thjesht Durrës. Durrësi ka 14 deputet. 16 po. 16. 5 janë në listat mbyllësi, njëri si tjetër. Pra, 100 e sa kandidat kandidojnë për një pjesë të mbetur. Pra, përse partia, pra kur Berisha thot që zoti Basha është pejtërisë e Ramës dhe zoti Rama bën lore dhe batutat e veta, bien dakord për një kod zgjedhor i cili në fundit vetëm 2 partitë kryesore me sa partitë kryesore do vendosin 11 maj, se nuk gjeta termin e dur për ta thënë, do 11 maj që vendos partitë e vogla, partitë e mëdha, partitë e koalicionit, partitë e pushtetit dhe partitë fituese. Por pse PSOE dhe PD-ja me lista të mbyllura, pra ka një marrëveshje mes tyre ndërkohë që akuzojnë të tjerët, dhe pse kanë bërë këtë gjë, dhe ai penalizon kjo juve konkretisht si koalicion i demokratëve euroatlantik? Kjo penalizon pa diskutim atë që thash, kongregimin, mbledhjen e votës opozitare në një listë vetme të hapur, ku secili tregon fuqinë e vet elektorale. Nëse zoti Berisha do të ishte i sinqert në përpjekjen për të mundur për të larguar këtë qeveri dhe për ndihmuar që të vijë opozita në pushtet, atëherë nuk do të kishte kërkuar listën e mbyllur. Listën e mbyllur, sipas dëshmive të Damian Gjiknurit, e ka kërkuar Oert Bylikbashi në emër të Sali Berishës. Të kërkosh listën e mbyllur, do të thotë të përpiqesh për një karrike për vete dhe t'i vësh bryllin aspiratave demokratëve dhe gjithë opozitarëve për largimin e kësaj qeverie. Kjo është pak por e sigurt. E dyta, lista mbyllur favorizon pushtetin. Sepse, siç e keni parë, zoti Rama ka vënë fasadën në listë mbyllur, në listë hapur ka vënë gjithë ustallarët që kanë vjedhur, e kanë mbushur xhepat dhe që kanë pushtet, dhe ju ka thënë, shkoni, harxhojini ato lek tani për të mbledh vota, që se na duhet prapë pushteti që të vazhdojmë të vjedhim. Ndërkohë, tek foltorja ka rënë zia. Sepse të gjithë thonë, okay, 16 kandidatë në listën e Durrësit, 5 në listë mbyllur, me sondazhet jalla dalin 3, të tjerët janë shkref komplet. Unë kam informacionin
Informacioni, qoftë nga strukturat tona, qoftë nga burimet pavarur, media por jo vetëm, tregon që në Durrës foltoria nuk ka fushat. Kështu që nga kjo pikpamje penalizohet pa diskutim opozita. Por sa i takon koalicionit Euroatlantik, ne kemi bërë një zgjedhje tjetër. Ne garojmë me listë 100% hapur. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të 16 kandidatët tanë në listën e Durrësit, për këdo ta hedhësh votën, vota shkon tek ai kandidat, nuk shkon tek kandidatët e listës mbyllur, të cilët janë kandidatë fiktiv që kanë dhënë dorëheqjet. Dhe një gjë tjetër duhet ta sqaroj. Çdo vot që hidhet për koalicionin Euroatlantik, për numrin 4, për secili prej kandidatëve, mblidhet bashk, asnjë vot nuk shkon në dëm. Dhe sigurisht kandidatët me më shumë vota janë kandidatët që shkojnë në parlament dhe bëhen zëri, përfaqësuesit dhe mbrojtësit e votuesve të demokratëve euroatlantik, të opozitarëve në Durrës dhe pa diskutim bëhen promotor të programit tonë për një Shqipëri më të mirë. Bashkë ju ne njohës shumë mirë Partisë Demokratike, sepse keni drejtuar atë. Partia Demokratike fundi një proces primarës edhe e servirit si një proces demokratik për të thënë edhe që Partia Demokratike ka mbyllur krizën dhe tashmë Partia Demokratike është një parti që ka vështirësi juaj me asa keni ndjekur, sepse ne kemi rezervat e mjella, kam diskutuar me të ftuarit e mi këtu që 5 drejtues degësh nuk janë akoma, nuk ka qenë asnjëri në listë, as të mbyllur, as të hapur. A mendoni se procesi primar në Partinë Demokratike ka prodhuar një krizë të fshehtë, e cila nuk po duket për momentin, por që mund të nxjerrë kokën në 11 maj ke votuesit, sepse 5 drejtues degësh në momentet më të vështira që ka kaluar Partia Demokratike, duke pasur procesin e qeverisë në Rama, pa diskutuar këtë, por edhe krizën që kaloi Partia Demokratike, askush nga ata nuk është në. Kjo ka qenë një farsë, këta e kanë denoncuar vetë protagonistët, që kanë qenë paralajmëruar që do përdoreshin si mish për top, pa diskutim ka qenë detyra ime dhe e kanë bërë dhe publikisht, e kanë bërë dhe në Parlamentin e Shqipërisë. Po gjitha kjo, pa diskutim që më trishton, sepse tregon dhe një herë që interesi personal i është mbi vendosur interesit publik, interesit kombëtar për rotacion dhe ndryshim. Pra, nga kjo pikpamje është e qartë që Zoti Rama, Zoti Berisha dhe Zoti Meta vazhdojnë të ruajnë kontaktet e vjetra dhe bashkëpunimin e vjetër për interesat e tyre kundër interesave të Shqipërisë. Megjithatë, vëmendja dhe energjia jonë është tek qeverisja e vendit, më e korruptuara prej 1912-s. Te fakti që ajo që tham, që është një refren kombëtar dhe mbar kombëtar, që 77-313 është një akuzë drejt për drejt, bazuar me një të vërtetë, të cilën nuk mund ta mbulojë asnjë censur. Pyetja e parë, ku i ke shokët? 77-313 i ke te burgu. Pyetja e dytë, pse i ke shokët aty? Kush ti caktoi ty këta shok? Ja caktoi Turi, ja caktoi Luli. Sigurisht jo. Jo. Ai ka caktuar, ai s'ka mbajtur asnjë përgjegjësi, sepse do ndodh një herë është problem. Morali i politikës? 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7 herë, 10 herë, 50 herë. Ministra, zëvendës kryeministër, zëvendës ministra, kryebashkiak, deputet, drejtor, vjen një moment kur Zoti Rama ja ka borxh çdo shqiptarin, veçanërisht socialistëve, përgjigjen, se të tjerët e dinë përgjigjen. Mirë, ku i ke shokët është pyetje retorike, se shokët i ke te 313. Dhe shoqet, një pjesë i ke rrugës për te 313. Po pse i ke aty? Sepse je i paaft. Dhe nëse je i paaft, duhet të hapësh krahun. Se nëse ti thua, mua më kanë vjedhur gjithë shokët, ti nuk je as për rojë te incineratori, jo më për kryeministër. Apo je ti pronari asaj që e quajnë këneta e korrupsionit. Ndaj është fare e qartë që me 11 maj zgjedhja e çdo familjari do të jetë kjo. Të votoj për të vazhduar këtë korrupsion që i pin gjakun ekonomisë, që zbras xhepat e shqiptarëve, që varfron familjet dhe largon të rinjt, apo të votoj për të dhënë fund kësaj, dhe fund kësaj jepet vetëm me koalicionin euroatlantik. Ka një gjë të çuditshme, sepse Zoti Rama vërtet thotë që Partia Demokratike është knet, është bufi, nuk e di. Tani, sepse Zoti Rama nuk është se ka për herë të parë metaforat që i përdor. E ka nisë me Kazane, nisi me Net Medias. Nga që u bë gazetar vetë, pastaj ka filluar një emision sy më sy si Tallava. Tani nuk e di tani. Unë kam sy tani e harroj Kazani, filloi me të quhen ai, po kërcen hu se s'di të japi përgjigje për çështjet kryesore, s'do të japi përgjigje. Tani ka filluar lallet e psin, tani ka filluar me Knetën, me Bufin edhe ideja është shumë e thjeshtë. Berisha thotë që partitë e vogla që janë ose
duke futur edhe koalicionin tuaj, thotë janë patërrisat e Ramës, se Rama ndërkohë merret për ditë me ju, tani çfarë po ndodh? Përgjigja është një pyetje retorike. Si mund më akuzosh mua që jam patërrisë e Ramës, kur në listën time janë njerëzit e sakrificave 12 vjeçare në opozitë kundër Ramës? Kur ti në listën tënde ke Plum Shullazin, deputet i Fatosnanos në vitin famkeq 97, demokratët dinë fare mirë, se qatë cilësisht duhet kishte ishte deputet i PS-s në 97, dhe kandidat për kryetar bashkie i Edi Ramës në 2007. Tani më thuaj, me këtë pyetje retorike, kush është patërica? Kujt i bie ti jetë patërica? Këti që vend deputetin e Fatosnanos dhe kandidatin për kryetar bashkie të Edi Ramës, kandidat për deputet, dhe i thot demokratëve shkoni votoni atë, që vendos Elvis Roshin. Thot ky jo, s'kan vënë Elvisin, jo, Elvisin se vendot, se Elvis Roshin e ka ishtë ligjë për dekriminalizimit. Po ai ka vënë një prestanome, se dursakve nuk ka nevojë t'ia shpjegosh italishtën. Ka vënë një prestanome, po Elvis Roshin është aty. Pra ti vjen me Plum Shullazin, deputetin e Fatosnanos, 97-s. Ti vjen me Elvis Roshin. Vjen me Ilir Metën këtu do luftoj korrupsionin, që është për qa dhe për qesh. Dhe ke guxim i thush kryetarëve të demokratëve që janë përballë dhëm për dhëm me pushtetin e Edi Ramës, që janë patëricë e Edi Ramës, jo. Edhe një herë, nuk më takon të merrem me më takon të merrem me qeverisjen. Ju jeni pjesë e politikës dhe do kalojmë pjesë e qeverisë që bindur që do të diskutojmë gjatë. Fakti është që nëse ka një ndihmë Edi Rama, kjo ndihmë vjen nga ata që bashkuan votat me Edi Ramën për të liruar të korruptuarit 2 vjet përpara në parlament me amnistinë. 111 korruptuar, gënjyen publikun, thanë nuk do përfitojnë të korruptuarit, përfituan 111 korruptuar. Dolin raportet e BE-s, SBA-s. Po zoti Basho po justifikojnë që i kemi dorëzuar mandatat dhe ato që hyn u bashkuan me Ramën dhe keni qenë ju pjesë. Jo, amnistia është bërë para një viti. Është bërë para një viti. Kemi qenë të gjithë në parlament. Bëhet fjalë për amnistinë. Amnistinë e shkurtit 2023. Sepse kam miratuar disa ligje zoti Rama me deputetët të cilët mazërzimet mandatëve hynë dhe madje u kthyn edhe në shumë aty ke data në aleancë me zotin Berisha ke. Edhe u kthyn aty pastaj u bën pastaj. Aty ke. Kjo tregon shumë, demokratët e dinë se ku janë ata, janë aty. U bën dhe Big Brother. Zoti Basha, një hapësirë shkurtër publicitare për të rikthyer përsëri. Reklami lutem për të rikthyer përsëri me zotin Bash. Rikthehemi përsëri në emisionin Pa Kompromis në Bulevard Televizioni. Ftuari im është zoti Lulzim Basha, drejtuesi i koalicionit Demokratëve Atlantik në zgjedhjet e 11 majit, nga figurat e njohura të politikës shqiptare, mandatuar disa herë, siç e prezantova në fillim, kemi diskutuar pjesën e parë të emisionit për qëndrimet që kanë mbajtur në Partinë Demokratike, për atë që ka ndodhur me kodin zgjedhor, por ndërkohë edhe me akuzat që janë thënë ndaj zotit Basha për të kaluar tashmë ke një blog i dytë pyetjes i cili ka të bëjë me një sferë tjetër dhe që hyn nga zgjedhjet. Zoti Basha, jemi tashmë në intensitetin më të madh të zgjedhjeve, besoj, dhe ju keni ditë, sepse nuk është ka ngelur edhe shumë ditë, 10 ditë, po 10 ditë në fushatin shumë, por ndërkohë që edhe takimet e juaja kanë qenë të shumta me qytetarët. Pyetja ime do të ishte shumë e thjeshtë për të edhe evidentuar atë që ju thot pak më parë, duke takuar njerëzit, normalisht ju keni evidentuar edhe problematikët e qeverisës 12 vjeçare të Partisë Socialiste. Unë të doja, gjithmonë duke respektuar edhe minutazhin, sepse mund të jetë një hapësirë që mund të jetë e pafundme, unë të doja dija çfarë ka ndodhur këto 12 vite nëpërmjet zërit qytetarëve që ju keni takuar, por duke ndalur në disa shtylla kryesore, siç janë bujësia, shëndetësia, arsimi, por edhe për fat keq edhe shpopullimi i popullsisë është një gangrem. Problemi kryesor i njerëzve është pa diskutim gjendja ekonomike. Kosto e jetës është shtrenjtuar, është pa përballueshme për shumicën ndërmuese të qytetarëve. Nuk bëhet më fjalë për pensionistët dhe për rrogat e ulta, bëhet fjalë për rrogat e mesme dhe të larta, bëhet fjalë për një çift të dy me rroga shumë të mira që nuk arrin më të mbyllin muajin. Kosto e jetës është shumë e shtrenjtë. Unë kam qenë për të takuar shqiptarët në Athinë, në Selanik, kam qenë në Itali dhe realisht kam parë me sytë e mi çmimet, qoftë në supermarket, qoftë në ushqimore, kur i thonë, dyqanet e lagjeve, dhe çmimet e shportës janë më të ulta se në Durrës, më të ulta se në Tiranë. Çmimi i naftës, i karburantit është më i ulët në Greqi
se sa në Shqipëri. S'bëhet fjalë për Kosovën e për Maqedoninë e Veriut. Ku gjithë e dim që gjithë brezi kufitar, gjithë bashkitë e brezit kufitar shkojnë bëjnë pazaret e ushqimeve atje, mushin servatorin atje sepse i bie më lirë. Dhe Kosova merr natën. E merr këtu, pikrisht. Pra, e gjitha kjo ka të bëj me korrupsionin. Kjo është fatura e korrupsionit që paguajnë qytetarët. Çmime të rritura, papunësi, rroga që nuk përballojnë dot jetesën dhe një kolaps total i sektorëve që përmende. Nga sektori prodhues industrial, kryesisht fasoneria, në krizë totale, bujqësia në krizë totale, shëndetësia në kaos, arsimi, i cili nga njëra anë përballet me zbrazjen masive të fshatrave dhe qyteteve shqiptare, dhe nga ana tjetër me mungesën totale të investimeve reale për t'i dhënë trimeve shqiptar një perspektivë europiane. Se këtu nis Europa, se çfarë perspektive jep rinis. Dhe pikrisht to janë problemet kryesore me cilat ne, jo gjatë fushatës, po kemi të paktën 2 vjet që merremi në hartimin e programit tonë. Programi ynë është shpalosur me 1 qershor. Pikrisht për t'i lënë kohë qytetarëve ta debatojnë, ta kritikojnë. Debata tim të mëngjes, se ka pasur edhe me 2 të ftuar që janë kandidat të koalicionin tuaj dhe është shkruar një batutë që sa prezantoi programin Basha i morën vulën. Jo, s'është batutë, është e vërteta. Sepse zoti Rama të merrohet nga një debat thelbësor. Prandaj ka atë artin e batutës, se ajo është mënyra më e mirë për deviju pyetjeve pse është këtë gjendje ekonomia, pse janë kaq të ulta pensionet, pse janë kaq larta çmimet dhe çfarë mund bëhet për të adresuar këtë krizë. Ky është debati që duhet të ketë një politikë normale. Se politika në fundit, po ta zhveshësh nga retorika, thelbi i politikës është sa i takson qytetarët dhe çfarë bën me taksat e qytetarëve. Kaq është. Thelbi i politikës ky është. Asnjë lek i qeverisë nuk është prona e qeverisë, është nxjerr nga xhepat e qytetarëve përmes taksave, përmes tarifave, përmes tatimeve dhe asnjë lek që shpenzon qeveria nuk është gjë tjetër veçse lek i destinuar nga qeveria për politikat që ajo ndjek. Dhe vjet qeveria shqiptare ka harxuar 7.2 miliardë euro. Pse si rriti pensionet? Pse si investoi tek shëndetësia? Pse nuk investoi te rinia? Përgjigjen e kemi te shokët te 77.313, se tani i ka kap spaku, i ka kap duke vjedh jo 5, as 6 milion, as 60, as 600, po miliarda euro, si që tregon edhe raporti kontrollit lartë shtetit. Tendrat e tërmetit i kanë vjedhur. A i kur tigri, ja kanë bathur, se i dhanë kokta që tikte, Arben Ametaj. Kanë vjedhur tendrat e shëndetësisë, kanë vjedhur koncesionet e shëndetësisë, kanë vjedhur me incineratorët. Pra, është fakt që Shqipërisë nuk i mungojnë parat, as për bujqësinë, as për arsimin, por Shqipëria pra nuk është e varfër, por është e vjedhur. Vim tek thelbi pyetjes që më shtrove. Çfarë do të bëjmë ne? Këto janë shqetësimet, po këto janë shqetësimet, dhe tani, bulevard këto janë shqetësimet, pensionet, kosto jetesës, papunësia, ujë pishëm, tha një qytetare. Duke kërkuar, jo vetëm ujë pishëm, sepse është prezantuar se ka nuk e di tani se çfarë fond investime. Unë do të them 2 fakte shumë të rëndësishme, duke qenë se unë jam me origjinë nga një pjesë, ju e dini shumë mirë që sepse keni pas edhe ju një lidhje atje. E dini që në fshatra nuk ka më asnjë bakti dhe fëmijët shkojnë vetëm në pazar për të parë kafsh. Dhe e dini që nuk ka lindje për 8 vitesh në një fshat në komunën e Katunit të Ri. Rënimi i bujqësisë shqiptare është produkti drejt për drejt i mungesës. Po si do zgjidhet zoti Basha, se ky është problemi i madh tani. I mungesës mbështetjes për fermerin shqiptar. Sepse ka pasur brenda partisë socialiste zoti Braçe, por his vërtetës nuk kam asnjë lloj afeksioni për askënd, por zoti Braçe ka qenë shumë kritik për fondet kanë qenë, i parti ka vepruar, dhe çka ka ndodhur? I parti është vjedhur. I parti u vot, ta u kapën duke vjedh lekët e europianëve. Eurot e europianëve. Jo vetëm vjedhin taksat e shqiptarëve, po kanë vjedhur dhe eurot e europianëve, 70 milion euro fonde, në vend që të shkonin subvencione për fermerët, në vend që të ktheshin investime për rrugët, për ujin e pishëm, për vaditjen, për kullimin, për energjinë elektrike nëpër sera apo nëpër ara që të marrin ujin me pus, janë kthyer në vila luksoze në jug të vendit dhe në restorantet pushtetarëve në jug të vendit apo në qendër të Tiranës. Janë kapur duke vjedhur. Ilir Beqa te 77.313 është një nga autorët e këtyre vjedhjeve. Tani, thelbi i asaj që ne ofrojmë është që duke e çuar deri në fund luftën e korrupsionit, ndaj korrupsionit, duke e çuar
deri në fund mbështetjen për SPAK-un, duke e mbushur plot e për plot 77.313, këto fonde i ridrejtojmë tek njerëzit, duke filluar me që e mori 2 herë shembull tek bujqësia. Plani ynë është që fermerëve shqiptar t'i ofrohet 100 milion euro subvencione çdo vit, me parimin sipas prodhimit, pra pa kufizime dhe burokracira që përjashtojnë shumicën, edhe atëherë kur ka lek për të ndarë nuk ndahet siç duhet, me 50 milion euro në vit për infrastrukturën, pikërisht për këto rrugë, për ujin e pishëm që më tha ajo zonja nga një nga fshatet e Durrësit ishte, ku uji pishëm s'ka as në qytet për atë punë. Po, këtu bëhet dhe për tregjet, për magazinimin, për frigoriferimin dhe akses në treg, se edhe kur arrin me i prodhu, nuk arrin dot me nxjerr në treg. Zoti Bashatim, si mora bujqësinë fillimisht, mora bujqësinë për të thënë që djemtë e fshatit po ikin gjithë për një jetë më të mirë dhe kanë ngelur vetëm të moshuar, të cilët jo vetëm që nuk përballen dot me mundësinë për të punuar tokën, por edhe për çmimet e larta, por edhe për karburantin, për plerat kimike që janë kthyer në monopol, por ka edhe një problem tjetër. Këto pleq që kanë ngelur pa fëmijë, kanë nevojë për kujdes shëndetësor, këtu vazhdon edhe një problem tjetër pastaj kujdesi shëndetësor, çfarë po ndodh me shëndetësinë, sepse zoti Rama thotë kemi bërë pajisje, kemi bërë shpitale, kemi bërë më të bukur, kemi standarde europiane. Tani sa vërtet është kjo? Mjafton të shkosh te urgjenca e Tiranës, që mbahet si investimi më i madh i qeverisë dhe e kupton. Fatkeqësisht më ka rënë rast jo pak herë dhe vitin e kaluar, qoftë për të afërm, qoftë për miq të jem vet aty, dhe e kupton që shëndetësia falas është një mashtrim i madh dhe që cilësia e shërbimit shëndetësor dhe aksesi i pacientit shqiptar te shërbimi shëndetësor është më i ulti në Europë. Vit pas viti publikohen statistika nga Bashkimi Evropian për gjendjen e shëndetësisë në vendet e Europës. Dhe për Shqipërinë publikohet vit për vit një statistikë e cila vjen duke u përkeqësuar. Shqiptarët paguajnë 60% të kostos së shëndetësisë nga xhepi, ndërkohë që mesatarja e Europës është 15% e kostos nga xhepi. Imagjinoje, kur fuqia blerëse e shqiptarit mesatar është 3 deri në 5 herë më e ulët se fuqia blerëse e europianit mesatar, dhe prapë se prapë shqiptari nxjerr 60% nga xhepi, europiani 15% nga xhepi. Themi prapë te fermeri. Pse nuk ikin fermerët e Kosovës? Se qeveria e Kosovës, e cila me popullsi sot pothuajse sa Shqipëria, shpenzon vetëm 2.sa miliard euro në vit buxhet, kjo qeveri shpenzon pothuajse 3 herë më shumë, 7.2 miliard. Prapë se prapë qeveria e Kosovës e subvencionon fermerin e Kosovës. Dhe si rezultat i subvencionit, si rezultat i mbështetjes për prodhimin, për infrastrukturën, të ardhurat mesatare për frym janë afro 1.000 euro në muaj, që do të thotë një familje me 4 njerëz në moshë pune, nxjerr 4.000 euro në muaj. Pse do ikin në Gjermani? Pse do ikin në Zvicër? Dhe mbaj kokën lart, sepse kanë qeverinë në krahun e tyre. Ndërsa fermeri shqiptar, edhe kur ka më shumë tokë apo më shumë mundësi për të prodhuar, kokën e ka poshtë, sepse prodhimi, vjen që ti kthehet mirëqenie, i mbetet stok. E hedh në kanal, vjen cikli tjetër i prodhimit, futet prapë në borxh dhe puna, në vend që ti shpërblehet, e zhyt në borxh. Kjo ndryshon vetëm një mënyrë, duke i dhënë fermerit shqiptar, vetëmit fermerët pas subvencionuar në Ballkan dhe në Europë, subvencione, infrastrukturë, akses në treg. Ky është plani ynë, programi që kemi shpalosur që me 1 qershor. Prandaj, me njerë pasaj u le me lisën, programi certifikuar nga ekspertët më të mirë financiarë të Gjermanisë. Dhe të njëjtën politikë të zhvillimit ekonomik ndjekim edhe për sektorin prodhues, për turizmin që ka shumë rëndësi për të sotmen dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Po, sepse është i tezi Rama përdor, është numri i turistëve, por në fakt në kontakte që unë kam, jo është shtuar pavarësisht prej Ramës dhe shokëve të Ramës ke 77.313. Nuk është shtuar për shkak të tij. Zoti Basha, bëjmë marrëveshje fjalët që turisti që merr 2 brege dhe dhall në Durrës. Këtu të vim. Sa të ardhura sjellin këta turistë në ekonominë shqiptare? Bëjmë marrëveshje fjalët. Ne e dim që të ardhurat e turistëve në Shqipëri janë më të ultat në Ballkan. Më të ultat, nuk krahasohen me të ardhurat që marrin nga turizmi Malizi. Mos të flasim për vende të tjera, për Italinë e për Greqinë. Nuk diskutohet që bëhet fjalë për një fasho turistësh që shpenzojnë minimumin këtu, sepse qeveria nuk ka plane për ta mbështetur turizmin. Dhe këtu programi ynë për turizmin është i qartë. Sektori turistik sezonal ka 2 vështirësi. Duhet ta kompresojë periudhën e aktivitetit biznesit dhe të fitimit në 3-4 muaj,
Domethënë të nxjerrësh fitimin e gjithë vitit 3-4 muaj. Kjo ndikon te çmimet, ndikon tek oferta dhe e gjitha pastaj përcjellet te cilësia e turistëve që vinë apo frekuenca me cilën rikthehen. Dhe e dyta është që punëtorët e kualifikuar është shumë e vështirë të gjesh. E para sepse kemi një shpopullim masiv të vendit, njerëzit largohen, dhe e dyta, ata që janë këtu vinë dhe punojnë 4 muaj, po 8 muaj të tjerë. Prandaj, në propozimin ton, programin ton për turizmin, ne kemi prezantuar disa koncepte, disa politika të financuara nga shteti, nga qeveria, me parat e taksapaguesve, të cilat do na kthehen, do t'i kthehen turizmit shqiptar dhe për këtë arsye edhe punësimit të atyre që punëson në sektorin e turizmit me 2 deri 5 fish investimin e taksave të shqiptarëve. Njëra prej tyre është për shembull që lidhet edhe me diasporën, është që ne tani do po përballemi me gjeneratën e tretë shqiptarëve të lindur jashtë, të cilët po humbasin interesin për të mësuar dhe folur shqipe. Tani ne shkojmë në një vend në Europë dhe po na pëlqeu, fillojmë të mësojmë disa fjalë për pushime, e kam fjalën. Nëse shkon diku për pushime të pëlqen, i mëson disa fjalë. Duhet ta bëjmë tërheqëse Shqipërinë për brezin e tretë shqiptarëve në diasporë. Dhe kjo bëhet duke adoptuar politika që kanë zbatuar vendet që përballen me të njëjtin problem. Duke financuar, subvencionuar qeveria e Tiranës edhe qeveria e Prishtinës 2 deri në 4 ekskursione për grup moshat 10 deri në 16 vjeç që të vinë në Shqipëri për një ekskursion historik, kulinar, gjeografik për të njohur vendin e tyre, që ka shumë për t'i ofruar, dhe me subvencionimin e këtyre ekskursioneve arrin disa qëllime. Rikthehet interesi tek vendi i tyre, tek gjuha e tyre, por financohet dhe sektori turistik jashtë sezonit. Dhe e dyta, masa dytë është duke përfituar nga vendet që kanë përvojën në këtë sektor, si Greqia, subvencionimi me një përqindje të caktuar të rrogës. Po, Greqia subvencionon rrogat e punonjësve jashtë sezonit. Dhe sektori i turizmit ka afër 70.000 punonjës që mbaron sezoni s'kan mas një pagë. Që turizmit i zgjatet koha e sezonit dhe këta të vazhdojnë të angazhohen, shteti duhet të ndërhyj me subvencione, njësoj si për fermerët. Zoti Basha, për të mbetur këtu, ju keni informacionet tuaj dhe me siguri keni ndoshta edhe më të saktë se sa unë, por duke qenë se unë jetoj në Durrës, kam 2 statistika që janë shumë, 2 statistika, njëra është fakt. Muzeu Arkeologjik i Durrësit ka 4 vite i mbyllur. Janë dhënë lekët, nuk marron, askush nuk di se çfarë po ndodh aty, është rrethuar rrin 2 vetë qilozën dominator që po bëjnë restaurimin e muzeut arkeologjik të qytetit 3000 vjeçar, por ka një fakt tjetër që është më trondites për dalë aty ku ju e përmendët. 80% e nxënësve të shkollave të Durrësit nuk kanë parë amfiteatrin e Durrësit, sepse bëhet biznes për të çuar në vende turistike për ndar lekët në autobusin me ku diun me se çfarë ndodh pra Durrësi një qytet 3000 vjeçar. Është ky qyteti që meriton paktën për atë brez që po rritet këtu. Sigurisht që Durrësi nuk e meriton këtë. Shqipëria nuk e meriton. Meriton shumë më shumë. Dhe ky është thelbi i asaj që koalicioni Euroatlantik numri 4 në fletën e votimit ofron me 11 maj. Ta marrim një për një. Në Durrës është amfiteatri? Është muzeu arkeologjik i bllokuar në mënyrë më jo transparente? Pa diskutim, qëndron kjo që thua ti, por në fakt do ta them pak ndryshe. Fëmijët e Durrësit, është detyrë e prindërve të Durrësit të çojnë te amfiteatri dhe te muzeu, por muzeu duhet të jetë i hapur. Amfiteatri duhet të jetë funksional. Detyra e qeverisë, bashkëpunim me pushtetin vendor, është që fëmijët e Durrësit të çojë edhe në Rozaf, të çojë edhe në Gjirokastër, të çojë edhe në Prishtinë, të çojë edhe në Shkup. Fa një sekond. Ndërsa detyra e qeverisë në raport me Durrësin është që shqiptarët e Shkupit, të Podujevës, të Tuzit, e të gjithë diasporës të sjellë në Durrës, që është një qendër siç e the, 3000 vjeçare e civilizimit i lirë, shqiptar dhe europian. Shtu zgjidhet kjo. Kur e vjen edhe Roi dhe Ciceroni patrazionist nuk kanë ku të shkojnë fëmijët aty, është normale që kjo ndodhi. Pa diskutim. Pra, unë duke pas parasysh edhe investimet që bëhen zakonisht dhe që fillojnë, edhe tashmë kemi një investim çuditshëm në prag të sezonit turistik, po bën punime përsëri ke pjesa më e bukur e Durrësit. Pjesa ku qytetarët e Durrësit kanë çejt, dalin aty çdo darkë,
kanë mësuar edhe të ardhurit që të marrin rritin e tyre, vinë edhe nga Kosova, nga Maqedonia dhe dalin darkët dhe tani po punohet. E pash me sytë e mi. Tani ishte pjesë e itinerarit e se pash me sytë e mi dhe dëgjova dhe mërzinë dhe revoltën e qytetarëve. Edhe për jesë vërtetës, askush nuk jep llogari për këtë zoti Basha, askush nuk kërkon llogari për këtë, dhe ajo që është edhe më e frikshme, askush nuk bën transparencën e fondeve dhe atyre gjërave që po ndodhen aty, sepse në një muze arkeologjik i mbyllur 4 vite, që ka një afatkaur, ka një tabelë të madhe të vendosur dhe ka një fond caktuar. Po mirë, nuk ka ky shtet instanca për të thonë pse nuk mbaron. Pra çfarë, sepse ka këtë Dursakat një parim të thjeshtë që kanë vendosur, po mirë kur s'ka ndeshkushmëri, po kështu do bëjnë gjithë, do ikë njëri do vi tjetri. Por të jenë sinqert. Çelësi fjalës është ndeshkushmëria. Dhe ndeshkushmëria ka nisur. Këtu pyetja është, do vazhdojmë me ndëshkimin e të korruptuarve siç e ka nisur Spaku? Do vazhdojmë pra t'i çojmë shokët hajdut të kryeministit e 77313 apo do t'i nxjerrim ata që kanë shkuar atje? Dhe zgjidhja është që kjo të vazhdojë. Zgjedhja që kjo të vazhdojë është vetëm numri 4. Pesa është për të nxjerrë të korruptuarit, jo për të çuar të korruptuar. Nishi për fat keq propozon si luftë kundër korrupsionit nxjerrjen e Ilir Metës nga burgu, e vetmja alternativë që mos shkoj pa ndëshkim asnjë aferë korruptive, përfshirë edhe këtë që sapo përmende, është koalicioni Euroatlantik, janë kandidatët tanë, është numri 4, sepse pa luftë kundër korrupsionit nuk ka për të pas fonde për asnjë lloj politike, këta që premtojnë hava, sepse në fund kur të vi dita, para do t'i marrin prap shokët e Edi Ramës të 77313. Dhe kjo është përgjegjësia e qytetarëve, kjo është përgjegjësia e Dursakëve, me 11 maj të votojnë për veten e tyre, për fëmijët e tyre dhe alternativa e vetme që kanë, që e mbështet me vepra, jo me fjalë Spakun, është koalicioni Euroatlantik, është numri 4. Zoti Basha, nuk mund ta lej pa na shkaluar edhe një pyetje tjetër që ka të bëjë me dy investime të çuditshme në Durrës, që ka të bëjë me portin e Durrësit, që shumë media tuaja po shkruajnë që Durrësi rrezikon të mbetet edhe pa port, por edhe me një ndërtesë çuditshme që quhet Veliera, që është bërë një përbish, është bërë një godinë horror aty ku nuk e di se ç'ndodh me atë. Ka 10 vjet për inauguruar. Doja dija mendimin tuaj. Çfarë do ndodhi me atë që në portin e Durrësit po quhet një investim gjigant, një investim madhor, në fakt sa vite u bën që flitet për këtë? Po, ka 50 vjet më sa. Shifnin ndonjë investim madhor? Jo, nuk kam parë. Nuk e di çfarë informacionesh keni ju. Jo, Velierën e kam parë, unë është e frikshme. Veliera është aty, denoncimi ynë për Velierën është në prokurori, le të ecet me hetimin e abuzimit, sa shkoi ajo? Shkoi miliona euro. Shkoi 10. Ndërkohë që Durrësi s'ka ujë. S'ka ujë, more. Në 2025 nuk ka ujë Durrësi. Jo, nosa ajo mund të jetë, nuk e di se do të vërejmë brezat, po 10 vjet pa inauguruar, tash o inauguroj. O si inauguroj, tani ka që. A do shemë ta ku di? Thelbi është a pihet Veliera në vend të ujit. Durrësi s'ka ujë. S'ka ujë. Kryeqendra historike e Ilirëve nuk ka ujë. Perla e turizmit shqiptar nuk ka ujë. Ndërsa sa i takon portit Durrësit, qëndrimi ynë është i qartë. Zhbirilim totale, transparencë totale për çdo skem për cilën koha ka treguar që brenda ka një hile të madhe. Në këtë rast është premtuar diçka me petkun e investimeve strategjike dhe vetme gjë që ka dalë deri tani është grabitje e pronave publike pa asnjë llogaridhënie se si kjo i shërben interesit qytetar. Pa diskutim, porti Durrësit do jetë një nga çështjet kryesore me cilat ne qoftë nga ana administrative qeveritare dhe në veçanti duke dhënë mbështetje drejtësisë pavarur do të shkojmë deri në fund transparencës dhe llogaridhënies para ligjit të gjithë atyre që janë përfshirë në këtë aferë. Po zoti Basha, duke respektuar edhe kontratat që kemi bërë bashkë për minutazhin dhe për angazhimet që ju keni të tjera, unë do të ndalësh edhe në dy pyetjet fundit, cilat besoj që ju do t'i kaloni shkurtimisht, tash edhe për çështje kohë, sepse mund të vazhdonim me programin e koalicionit, sepse ju keni në sfera të tjera, por u ndalem më shumë në Durrës, në pikërisht në ato që janë gjëra të prekshme, siç është edhe turizmi. Kam një pyetje e cila do të rikthehemi përsëri politikës, e një akuzuar nga leadershipi
aktuali Partisë Demokratike tani se edhe ne mi vënë ciklet për të quajtur këto gjëra S'të bën goja, më. Nuk e di se çfarë. Nuk je vetëm ti. Tash më thon Janë Partia Demokratike demokratë që bën goja, ta quajnë Parti Demokratike këtë që i thot qytetarëve votoni Shullazin, votoni Visroshin, votoni Ilir Metan. Me vulp, tani unë më dru ta bëj pyetje sepse ky është pozicioni im këtu. Pa diskutim. Tani jeni akuzuar se keni lobuar që Berisha të marrë inogratën, ndërkohë që ka dalë një kontratë lobimi tani që Partia Demokratike të paguajë 6 milion për të hequr njollën Berishës. Pra, vërtet keni vënë të kosto kaq të madhe Partisë Demokratike për të gjetur 6 milion. E vërteta është që kanë bërë gjithçka në fuqinë time për të ndihmuar zotin Berisha në muajt të parë, që përmes kontakteve parimore me administratën amerikane, sqaronte pozicionin e tij. Dhe nëse zoti Berisha do kishte ndjekur këshillin time, sot Partia Demokratike do të ishte në pushtet. Megjithatë, koha është ilaçi më i mirë për çdo gënjeshtër dhe mashtrim si ky, dhe koha tregoi që për zotin Berisha, që ka më e rëndësishme të paguash 6 milion dollar për të marrë një vizë, sa të mbash Partinë Demokratike pa përçar dhe një alternativë, një front të bashkuar kundër Edi Ramës. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Zoti Pasha, nuk e kam nga ana juridike, e kam më thjesht nga çështje morale, pra një parti opozitare që po vjen kërkon të marrë pushtetin dhe akuzon një qeverisje që ka vjedhur. Pyetja është dhe 6 milion. Absolutisht. Është një pyetje e cila Çiqërënd. Pa diskutim. Për një parti opozitare kjo është shumë e rëndë. Siç më tha dikush, tha sikur të kishte hedhur kaq para në fushat, të paktën do ndiste fushatën, se s'ka fushat, as Durrës, as Tiranë, as një vend. Pra, shkojmë tek ajo. Vendosja e interesit personal mbi interesat e demokratëve është një penalizim i madh për demokratët. Dhe kjo pa diskutim e themte me dhimbje. Por, siç e thash, njishi kësaj radhe fatkeqësisht, pavarësisht se mban stemën e PD-s, nuk është PD-ja demokratëve, është Plum Shullazi, është Vis Roshi, është Ilir Meta. Demokratët e sakrificave dhe vlerat dhe parimet e demokratëve i gjen te koalicioni Euroatlantik numri 4. Në fund kam menduar që do të lej pyetjen më të vështirë, por besoj nuk është pyetje më e vështirë për ju sepse jeni politikan i vjetër. Por gjithsesi, ka një risi në kodin zgjedhor për hir të vërtetës sepse vota e diasporës, e emigrantëve, atyre që me djers, atyre që kanë dërguar lek, atyre që kanë mbajtur familje, tashmë për të parë çdo mundësi të votojnë, pavarësisht nga parakullësitë e para të një procesi. Ju keni bërë takime dhe ne kemi ndjekur edhe jashtë vendit. Zoti Basha, kush janë pritshmëritë e votës diasporës për koalicionin tuaj? Unë kam marrë shumë informacione, urime, përgëzime për qytetarë që kanë votuar, për shqiptarë që kanë votuar për koalicionin Euroatlantik nga jashtë vendit. Dhe pa diskutim dua t'i falenderoj, gjerasin t'i falenderoj për votën e hedhur për koalicionin Euroatlantik, për numrin 4, për kandidatët tanë, në Tiranë, Durrës, në Shkodër, në Lezhë, anë marrë Shqipërisë, nuk do të diferencojnë edhe 12 qarqet për kandidatët tanë. Por sistemi është një sistem i zgjedhur për të kontrolluar. Propozimi që ne kemi patur prekosh është votim elektronik, numërim elektronik dhe identifikim elektronik i shtetasve. Që do të thotë pavarësisht nëse e ke apo se ke pasaportën apo të kaskaduar, apo je shpeshherë siç e dim pa letra, me shenjat e gishtave të identifikohesh dhe sistemi i Shqipërisë të njeh si shtetas shqiptar. Kjo të hap mundësinë të votosh, votimi bëhet elektronik, numërimi bëhet elektronik dhe nuk ka nevojë për post, për dërgime poste etj. Pse e shmangen? Sepse këta e dinë që diaspora, nëse voton e lirë, e pa penguar dhe pa parakushte, jo regjistrohu, pse do regjistrohet? Shtetas shqiptar pse do regjistrohet? I kërkohet shtetasve shqiptar këtu të regjistrohen? Jo, regjistrohen automatikisht. Dhe të gjitha këto pengese janë bërë për të kontrolluar votën e diasporës. Dhe pa diskutim, një nga angazhimet tona kryesore është votimi elektronik në gjithë vendin dhe për diasporën, i paraprirë nga identifikimi biometrik, dhe sigurisht kjo jep fund edhe dramës së numërimit. Por deri atëherë, ky sistem i ndërtuar në këtë mënyrë për arsye korruptive dhe të frikës që ka Edi Rama nga vota e diasporës, është ai me cilin duhet përballemi dhe ne jemi përpjekur përmes kandidatëve tanë të bëjnë maksimumin që të orientojmë sa më shumë vota për Zoti Basha, një apokrasit më të mëdhenj të spagut publikisht, e keni deklaruar me 10 herë, unë desha të di, sepse gjithmonë opozita ka pasur kontestime për votimet që janë bërë, sidomos në këtë 12 vjeçarin e fundit,
A mendoni që një kontratë e SPAK-ut me prokurorin, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ose një strukturë që ju e keni mbështetur si SPAK-u, ka krijuar një besim ke qytetarët që me votën e tyre nuk do luhet më, nuk do abuzohet dhe nuk do shtrembrohet më? Besoj se ka kontribuar, pavarësisht për deformimeve sistematike që janë produkt i Edi Ramës, për fat keq edhe me votat e Sali Berishës, prapse puna e SPAK-ut besoj se ka krijuar një besim dhe më shumë se një besim, informacionet e para tregojnë që ka një tkurrje, një frikë nga zullumqtarët tradicional zgjedhjeve. Edhe atyre duhet ju përmend shprehjen e preferuar të Edi Ramës, s'keni parë asgjë akoma. Çdo krim elektoral do të ndëshkohet. Shikoni Jurgis Qyrbën. Kanë kaluar 4 vite, do thoni u kaluan 4 vite, prapse prap. Çdo krim elektoral do të ndëshkohet. Mos guxoni të përfshirin krime elektorale, se do t'ju numërohen orët dhe ditët dhe do t'jepni llogari para ligjit. Po nuk votuan Partinë Socialiste, nuk do marrin pasaportë europiane, zoti Basha. E vetëm mënyrë për të marrë pasaportën europiane është që shokët e Edi Ramës ke 77-313 mos të dalin dhe aty të shkojnë të gjithë tjerët të cilët janë zhytur në afera korruptive. E dim të shembull nga Rumania, e dim nga Kroacia, na e thanë këtu në Tiranë para 3 javësh miq tanë gjerman, por gjithë shqiptarët për ta dëgjuar, Edi Rama flet për Shqipëria 2030, në fakt ka ndërtuar Shqipëria 313, e vetëm mënyrë për të ecur përpara me procesin e integrimit është lufta kundër korrupsionit, është mbështetja për SPAK-un, të cilat garantohen me votën për koalicionin Euroatlantik numrin 4. Një miku im sot kur po vija dhe i thash që kam në emision zotin Basha, më pyeti Tomas 12 majt, do kemi një skem tjetër 77, do vazhdoj 88. Të mbushet 77 313. Burgu i Durrësit, po kështu ka funksionet e veta, është i vetmi qytet ku ka 2 kryebashkiak, kryebashkiakja e Durrësit dhe kryebashkiaku i Tiranës. Fieri ka funksionet e veta, mos harrojmë që ka edhe një burg të ri në Pogradec, është për shoqet, nuk është për shokët. Fakt është për hallën fiks. Fakt është që shqiptarët janë plot shpresë, janë të inkurajuar që fundi pandushkueshmërisë tashmë ka nisur, ta çojmë deri në fund këtë punë, japim mbështetje SPAK-ut, ta pastrojmë politikën, mos shihet si biznes apo si streh për të korruptorit dhe për këtë koalicioni Euroatlantik numri 4 është vetëm me garanci me 11 maj. Zoti Basha, ju falenderoj për kohën që gjetat për të qenë në emisionin Pak Ekonomistë në Bulevard Televizion. Ju falenderoj për gjithçka që diskutuam bashkë dhe nëpërmjet bisedës tonë edhe me teleshikuesin. Unë uroj suksese në garën që keni dhe shpresoj të jemi bashkë përsëri edhe në ditë të tjera. Faleminderit zoti Basha. Faleminderit shumë. Faleminderit.